Vëllezër, besimtari ka hatër tek Zoti Dhul Xhelal, ka pozitë tek Allahu Dhul Xhelal. Dhe sa ma i kompletuar që tjetë në iman, sa ma vepër mirë që të jetë, aq më të nartë e ka pozitën tek Zoti Dhul Xhelal. Madje kjo pozitë, përveç në jetën e dynjas, është e veçantë në ditën e llogarisë, në ditën kur dalën para Allah, në ditë të vështirë kur njerëzimi përgatitet për me e dhënë llogarinë, me frikën, me gjitha ato të merra që i ka jo ditë e rëndë, ku disa prej njerëzve për shembull janë të preokupuar me gjunahet e tyre dhe janë të zhytur, sikur që e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam, në ndjeset e tyre. Por secilin bos gjunahet e tyre e ka atë zhytjen në ndjeset e tij. Për t'i ka thënë derin e sokun e komës, për t'i ka derin në gjunjë, për t'i ka deri lartë e fytje kështu më radhë. Sepse dielli do të jetë afër dhe do të jetë situatë e rëndë, stresuese kështu më radhë. Mirë po në atë situatë e rëndë, disa kategori prej besimtarëve, Allahu Dhul Xhelal ka për t'i futur në hijen e tij, që ka thënë pejgamberi, nuk ka hije tjetër përveç hijes së Allahu Dhul Xhelal. Disa dietarë kanë thënë që është hija e arshit të Allahu Dhul Xhelal. Këta besimtarë vëllezër i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe sikur që na kanë nxitur me një mënyrë që të mundohemi me qenë për ndonjërin prej këtyre kategorive, në mënyrë që atë ditë kur dalim para Allahu Dhul Xhelal, mos me i përjetu të merret asaj dite, vështirësitë të asaj dite, po të jemi në hijen e mëshirës së Allahu Dhul Xhelal, dhe që llogaritë tona të jenë me kallajllahje kështu më radhë. E ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë sab'un yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. 7 kategori të besimtarëve, 7 kategori të njerëzve, Allahu Dhul Xhelal ka për t'i futur në hijen e arshit e tij, që nuk ka hije tjetër pos hijes së tij. Në një ka thënë udhëheci i drejtë, që është i drejtë me të gjithë, ai që nuk ja ha hakun të tjerëve, ai që punon për mirëqenien e qytetarëve të tij, ai që i jep siguri vendit e tij, qytetarëve të tij, ai që i jep perspektivë rinisë vendit të tij kështu më radhë. Pra ai i cili punon me drejtësinë e Zotit dhe punon për të mirën e qytetarëve të vendit të tij, ai meriton me qenë në hijen e Allahut Dhul Xhelal. Në këtë kategori vëllezër hyn edhe prindi i mirë, ai i cili po e mon drejt shtëpinë e tij, ai i cili kujdeset për mirëqenien e familjes së tij, ai i cili urdhënon për të mirë, ai i cili udhëson ka punët e mira fëmijët e tij, familjen e kështu me radhë. Në këtë kategori hyn edhe ai punëdhënësi i mirë, ai menaxheri i mirë e kështu me radhë, secili e merr në hise të këtij shpërblimit të madh tek Zoti Dhul Xhelal. E dyta ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i riu i cili rritet me adhurim. Pra ai i cili rritet herët me adhurim, ai i cili fillon herët namaz, ai i cili rritet me dukim ndaj prindve, ai i cili mëson për punët e mira, ai leje që të thotë e udhëzon veten e tij, e trajnon veten e tij me qenë në rrugën e Allahut Dhul Xhelal. Mirë po dhe erun vetën e tina prej mëkateve, erun prej punëve të liga, erun prej shoqërisë së keqe. Ai i cili pra jetën e tina e kalon në adhurim, ai është një prej këtyre kategorive që do të jetë nesër në hijen e Allahut Dhul Xhelal. Sepse vëllezër mas shumti në jetë, për çka mendohet njeriu? Jo pse kur ti vjen fundi do të jetës, jo pse të kisha mri ma shumë, jo se të kisha fitu ma shumë, jo se të kisha po famë ma shumë, jo. Veç ta kisha pas ma herët namazin tim, ta kisha pas ma herët adhurimin tim, ma herët punët e mira, një sadak, një hajrat, tisha mundu më u qitë në për punët që i të Zotit Dhul Xhelal. Ta ka robi më rak. A i cili mësën fëmijët e tina, herët, hapat e hershëm që me lidh me adhurimin, me Allahun Dhul Xhelal, me bindjen ndaj tina, ai e ka lidh me bereqetet e dynjas dhe të ahiretit.
Tjetër e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam kategori tjetër, zemra atina që lidhet me xhamin. Vëllezër, në kohën tonë është po sprovë që xhamit janë praktikë prej besimtarëve, praktikë janë praktikë prej muslimanëve. Ka dini që kona për fshatra xhamia, vëllezër, që mshile xhamia vetëm për ditën e xhumoqelet dhe mon, nuk qelet mua e xhamia. Vëllezër, namazin në xhami me fal 27 herë drekën, vetë është një herë me fal në xhami. Në xhami do të thotë sa hapa që ndron besimtarit, çaq ka shpërblime, çaq ka falë me katave, kështu me radhë. Pra ai i cili e lidh veten e tij me xhami, për shembull, fjala e fal drekën në xhamin e fshatit. I këndia për shembull mundet me zonë Ferizaj, se mundet me zonë Prishtinë ose po më rëndësi është që besimtari kohën e tina me organizu me kohët e namazit. E keni po dikush që është i rregullt në namaz, gjithmonë terminet përveç kanë të domosdoshme. Mi po në takime me njerëz, ose kur shkon me ble diçka ose me kry punë shtëpisë, kështu më gjithmonë e kështu për shembull kohën e namazit. Nëse ka namazin pa dalë, ka e fal, edhe s'ka shumë punë, nuk bën ti me dalë, për shembull më thon tani Allah, ndul koha e namazit. Jo i dhen gati namazit, se kjo është hapi Allahu dhul xhelal. Ai i cili e lidh veten e tij me xhamin, ai i cili e lidh veten e tij në madhrim, ai është tek Zoti dhul xhelal, një prej këtyre kategorive që do të jenë nën hijen e Allahut dhul xhelal. Kategori tjetër e ka përmend pejgamberi alayhi sallam, dy persona që duan për Allah, që duan pa interes, që duan vetëm se ja pëlqejnë njëri tjetrin burrnin, ja pëlqejnë namazin, ja pëlqejnë devotshmërinë, ja pëlqejnë sinqeritetin, edhe ulen ose takohen ngaherë për shembull vetëm me përmend për gjëra jashta jetës së interesit, jashta jetës së dynjos, jashta jetës e cila po në mbyt do thot me atë materialismin e vetë kështu më radhë. Po këta njerëz janë shumë të pakët, këta janë shumë të rrallë, po lumë ata që Zoti dhul xhelal u ka bërë rrezik për shkak që me pas dikush në jetën e tij, njerëz që i do për hir të Allahut dhul xhelal. Kategori tjetër është që ka përmendur me mëstam mbi person i cili e refuzon mëkatin, i cili e refuzon haramin për hiset e kësaj bote, për hir të Allahut dhul xhelal. Ai i cili e refuzon do të një hiset kësaj bote që lidhet me haram, nga frika ndaj Zotit dhul xhelal, ky person nesër ka me qenë në hijen e këtyre kategorive që i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam. Tjetër e ka përmendur ai i cili jep për hir të Zotit diçka, por që nuk e din dora e maj se çka ka dhënë e djata. Njëherë më thotë mua një qërmat, thotë hoxhën e kur t'jap sadaka, kur t'jap me punë të mirë, dorën e maj të shtingje. E pse? Thotë që mos më bëj djata që po jep. A është për qëllimi i hadithit? Jo. Qëllimi i hadithit është se ti për shembull edhe njerëzit më të afërt mos me i ditë ato punët që i bën për hir të Allahut dhul xhelal. Ka pas për muslimanëve të hershëm, ka qenë në shtrat me bashkëshortën e tina dhe ka qenë nga frika ndaj Zotit, nuk e ka marrë vesh për shembull bashkëshortja që kjo është duke qenë prej frikës ndaj Allahut dhul xhelal. Tjetër vëllezër çka është e rëndësishme që e ka përmendur pejgamberi, pse është ka sfiduese kjo? Sepse ne si njeriut ka qenë për shembull që kur të bën diçka me ditë të tjerë, me bë famën, me muhabetin e të tjerëve, ladin e të tjerëve, kështu me radhë. E nëse njeriu i përzihet diçka prej çdytën e humb shpërblimin tek Zoti dhul xhelal. Madje kam pyet një prej dietarëve, edhe i kanë thonë, a ka diçka më të keq, më të ligë se sa koproci, damaqari. Është damaqari, është ai i cili kur nuk i ngjitet diçka për dorën e tina me dhomë, qohë një hajron. Po edhe nuk e mamën kur prej tina është një kafë, ose një muhabet, ose është në shpirt është i varfën. E kanë thonë, a ka më të ligë se ky personi, kanë thonë, po, cili është, kanë thonë, ai i cili jep, mi për përmend sadakon e tij, përmend pamirësinë e tina,
subhanallah ti e harxhan pasurinë tonë, mundohesh me po sevap edhe në fund leçi svita sevap po ngarkohesh me gjuna, sepse Allah nuk e don këtë kategori të njerëzve të cilët lavdohen, edhe mburren, edhe synojnë me punët e ahiretit me fitu të thëtë atë respektin e njerëzve ose hiset e kësaj bote e kështu më radhë. Edhe e fundit të vëllezër është domethënë personi i cili është në vetëmi edhe kujto Allahun fuqëran edhe nga frika ndaj Zotit i rrjedhin lotët. Këta sy ka thënë pejgamberi nga ata që çon nga frika ndaj Zotit, nga madhnia ndaj Zotit, nuk i djeg xhehenemin, nuk i kap zjarri i xhehenemit. Prandaj vëllezër, dikush shkon për imanin, dikush shkon për gjunahet e tija, dikush qon për mangësitë e tija, dikush qon që me lutë Allahun të xhelal, me udhëzu, me forcu në rrugën e tina, mos më shku jeta e tina rutinë, mos më shku jeta e tij pa ibadet, mos më shku jeta e tina pa vepra që afrojnë te Allahu të xhelal. E kjo është domethënë prej atyne punëve të mira, edhe ky person është mesin atyne kategorive që nesër në ditën e llogarisë nuk kanë me përjetu të mirën asoj dite. Prandaj vëllezër, për mos me zgjat më shumë, dietarët kanë thënë që secili prej besimtarëve duhet mundu që me po veten e tina, a është në njënën prej këtyne kategorive. Mundu në jetën e tina që me punët e mira, me lutë Allahun me po prej këtyne njerëzve, prej njënën e këtyne kategorive më e pakta, sepse sa ma shumë prej punëve të mira që bën, aq ma shumë ja letën vetës tonë dhe ngrit vetën tonë të Allahut të xhelal. Prandaj lutem Zotin na madhreshëm, pasi që na ka takuar ndër me qenë prej besimtarëve, prej muslimanëve, prej atyne monoteistave, të cilët e besojnë të vetëm Zotin të xhelal, sa me jetu me iman, me jetu me faqe të bardha, jetën tonë ta kalojmë që është Zoti rasit, dhe t'i kthehemi Allah duke qenë i kënaqur me neve. Wa aqulu qawli hadha wa